Zoti kryetar, mënyra se ju po shkelni rregulloren, unë nuk besoj se ka precedente në këtë kuvend. Nga ta fillosh, 2 vjet për një interpelancë me ministren Balluku, 2 vjet, nuk u bë. Nuk u bë dot, sepse zëvendës kryeministra Balluku nuk është më as ministre, as zëvendës kryeministre. Keni një kërkesë për arrestimin e zëvendës kryeministres. Dhe ju nuk e merrni as parasysh. Duhet të mblidhni këshillin e mandateve. Është ere e parë në historinë e kuvendit Shqipërisë që kuvendi i mandateve mblidhet mbyllur. Jeni kyçur brenda dhe po diskutoni me njëri tjetrin. Tani mbrojni të korruptuarit, ju çka keni, mos u shqetësoni. Mbrojni të korruptuarit, mos e vrisni mendjen. Mbrojni, vazhdoni ju. Ju vazhdoni. Por ju nuk e kuptoni që njerëzit nuk e keni me vete. Ndërkombëtarët i keni kundër. Ju vazhdoni, sulmoni drejtësinë sa doni. Tha që ikën amerikanët. Po erdhi amerikani dje. E qepët, e kyçët. Kur përfaqësuesit e Shtetit Bashkuar të Amerikës, erdhi zyrtari i lartë, i dash, ku ishit ju? Pse nuk e ngritët zërin ju tregonit pse si drejtësia te i kalon kompetencat? Pse nuk ja thatë ati? Pse nuk i thatë ati ju se si këta prokurorët arrestojnë pa gjyqje? Pse si ja thatë ju ati? Ha? Pse e mbyllët gojën? Pse e qepët? Aty e kishit. Pse nuk ja thatë? Pse nuk i thatë ati që shikoni se atë grup prokurorësh, spakun, që Shtetet e Bashkuara të Amerikës, çdo ambasador shkon vazhdimisht për ta mbështetur. Pse nuk i thatë ju ati? Pse nuk i thatë që ata janë një parti politike? Pse nuk a thatë? E qepët gojën, nuk i shpëtoni do drejtësisë, harojeni. Mjaft me shkelje, mjaft e shkelët pushtetutën, mjaft e shkelët rregulloren. Nuk shpëtoni dot Belinda Ballukun, nuk shpëtoni dot Edi Ramën, nuk shpëtoni dot veten tuaj, sepse në Shqipëri ka ardhur fundi i pandeshkueshmërisë, nuk shpëtoni dot më. Zoti Balla më pas zoti Blushi për procedurë. Ma dhe kthe kohës është një zhurmus. Zoti Sheha, ju lutem bani qetësi. Zoti Sheha. Uroj që t'ja dalësh përballjes që ken prokuri me ortakun tënd Ivo Manzoni dhe shpresoj që dalish mirë nga ajo çështje. See you next Thursday këtu. S'kam kohë të merrem me ty për këtë çështje. 3 gjëra që i kemi bërë publike, por që duhen ripërsëritur në këtë seancë. Kisha shpresuar shumë që do të ngriheshin nga këta, po ngrihen nga deputeti Lulit. E para, qëndrimi i grupit parlamentar të Partisë Socialiste e mbi të gjitha i kryetarit kuvendit është tërësisht në përputhje me kushtetutën dhe rregulloren e kuvendit sa i përket respektimit të plotë të gjitha afateve që kanë të bëjnë me këshillin e rregullores. Kuvendi i Shqipërisë, këshilli ka një kohë të përcaktuar prej 3 muajsh. Vendimarrja e marrë në këshill dhe e komunikuar nga kryetari i kuvendit qartazi ka thënë se sa kohë që kishte një çështje në gjykatën kushtetuese, ku palë e thirrur, e përfshirë për shkak të prekjes së kompetencat veta ishte kuvendi i Shqipërisë, natyrshëm që ishim të detyruar për ata që kuptojnë pak të drejtë kushtetuese,
që të prisnim vendimin e gjykatës kushtetuese. Jemi në kushtet kur gjykata kushtetuese nuk ka pasur një vendim dhe edhe pse 8 antarë të gjykatës kushtetuese i dhanë të drejtë palës kërkuese kryeministrit të Shqipërisë që kishte ndërhyrje në kompetencat e Këshillit të Ministrave, në kompetencat e Parlamentit dhe ato të Presidentit të Republikës. Nisur nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, besoj që për këtë pjesë jemi të qartë. Nuk ka asnjë dyshim që Këshilli i Mandateve do të mblidhet dhe do të shqyrtoj kërkesën, ndërkohë që siç e kemi bërë publike, ne do të vijojmë me një proces adresimi të asaj që ka thënë vendimi i gjykatës kushtetuese, na duhet ta marrim vendimin e gjykatës kushtetuese të zbardhur, i bëj thirrje gjykatës kushtetuese, ju lutemi zonja zotëri, edhe pse nuk arritët të merrni dot vendim, shpresoj shumë që na dëgjoni që ta zbardhni vendimin, siç keni thënë ju, ta publikoni në fletoren zyrtare, Kuvendi i Shqipërisë, siç ka bërë në të gjitha rastet, edhe në këtë rast ku nuk është prodhuar jurisprudencë në vendimarrjen e gjykatës kushtetuese, përsëri na duhet ta lexojmë. Ndërkohë që profanët që në fillim të seancës dalin e bërtasin du USB-n. Pastaj kërkoja këtyre, a jera lat, ti dhe kandidat për Tiranën këtyre, si merke dot USB-n. Merre pra? Ti dhe atë humoristin, merri USB-n këtyre. Kështu që vazhdojmë zoti kryetar me çështën e rendititës. Zoti Shea i replik. Taulant, dhe kjo vlen për të gjithë ju në fakt. Është e vërtet që ju jeni shumë dhe jeni në mbrojtje të korruptuarve, po kjo s'do të thotë që keni të drejtë. Fakti që jeni shumë nuk ju jep të drejtë. Prap ju bën nga ana e gabuar e kësaj përplasje. Ju jeni me të korruptuarit, ju jeni kundër drejtësisë. Tani na keni shpikur nga që dhe gjykata kushtetuese nuk e kapët dot, sepse ata kanë mbështetjen e ndërkombëtarëve, se po mos ishin ndërkombëtarët, ju do kishit fituar 8-0 në gjykatën kushtetuese. Kjo nuk ka asnjë dyshim. Dhe tani do ndryshoni ligjin. Do shtoni që nuk mund të pezullohen as kryeministri dhe as ministrat. Po mirë më them unë. Ore pak turp nuk keni ju? Ore pak turp. Po si mund të ndryshoni ligjin për të shpëtuar kryeministrin nga pezullimi? Po si mund ta ndryshoni? Pak turp. Ore nuk i shikoni? Kjo nuk është një çështje që ka bëj vetëm me opozitarët, dhe me socialistët, dhe votuesit tuaj, i duan të korruptuarit para drejtësisë, nuk e duan Belindën aty, as ata, e kuptoni apo jo? Por si mund të ndryshoni ligjin për të shpëtuar Edi Ramën dhe ministrat, që mos pezullohen, që të vazhdoj të vjedhin mos pezullohen, pavarësisht vendimit të gjykatës. Si su vjen turp një? Jeni me të korruptuarit, ishni dorë, se s'keni për t'ja dalë. Nuk keni për t'ja dalë. Unë nuk e keni halli me shqiptarët ju në fakt, se ju me ata bëni qatë doni. Halli juaj i madh është me ndërkombëtarët, u a bën të qartë. E keni me ata hallin, me ata e qepni. Nuk e sulmoni më sot kryetari, drejtuesi i lartë i Dash, bajtit. Ta mbaroj fjalin. E mbyllin gjithë, mua më ndërpres gjithë i lë. E mbylla, 2 fjali. Vajtën takuan Spakun, GKK-on, BK-n, ata që sulmon të Edi Rama, patlakja thoshte Edi Rama. Ati e vajti i kreu i Dashit, nuk takoi Ramën. Okej, të mbaruar. Zoti Blushi, fjalën procedurë. Po. Jo, do shpjegoj votën kundër. Okej, për shpjegim votën kundër. Grupi parlamentar i Partisë së Lirisë i dha sot mundësinë këtij parlamenti të dëshmonte nëse është parlamenti i shqiptarëve apo është parlamenti i një pakice që jo vetëm nuk përfaqëson vullnetin e shumicës dërmuese të shqiptarëve, po përkundrazi përfaqëson interesat klienteliste, kriminale
vetëm të një pakice që ka marrë peng sot të gjithë shtetin dhe për fat keq të ardhmen e të gjithë shqiptarëve. Ulja e TVSH-s në 5%, por ushimet bazë o të marë është një masë lehtësuese për çdo shqiptar. Çfarë partije socialiste jeni ju? Çfarë shteti social është ky? Që taton sot bukën e gojës më shumë se sa luksin. Çfarë socialistës jeni ju? Që tatoni kokën e vezës më shumë se verën Roman e Kontit e Edi Ramës. Çfarë socialistës jeni ju? Që tatoni mielin, vajin, më shumë se kazinot e oligarkëve tuaj. Çfarë socialistës jeni ju? Që tatoni djathin, gjalpin dhe gjithë produktet bazë më shtrenjtë se sa jahtet e klientëve tuaj. Që tatoni qumshin e fëmijëve më shtrenjtë se verën e Edi Ramës. Po çfarë socialistësh jeni ju? Edhe turpi turporohet nga ju. Jeni jo djela, se dhe djela në fakt e ka një fytyrë, po jeni hije. Dhe qose trembeni nga molotovët, unë po i paralajmëroj, trembuni urrejtje së të varfërve, që do të trokasin dhe në derën tuaj. Fillojmë procesin e votimit, hapet votimi për prezencën. Hapet votimi për prezencën.